Besoj e pat çfarë ka ndodhur në gjykatën e posaçme të apelit, ku gjyqtari i seancës nuk ka lejuar që të marrin pjesë dy avokatë të huaj, pra amerikanë, që kanë ardhur të asistojnë apo të japin një konsulencë apo ndihmë juridike për Erion Velin. Padyshim që kjo ishte një diçka e pritshme, sepse në të tilla seanca ku bëhen vlerësime të masave të sigurimit, nuk lejohet pjesëmarrja e personave të tjerë përveç avokatëve në sallë. Pra, prokurori, avokati edhe gjyqtari, padyshim edhe personat në hetim. Dhe kështu që kjo historia me avokatët e huaj në Shqipëri nuk funksionon dhe do ta kuptoni të gjithë, sepse e para herë që avokatët e huaj nuk mundet të ushtrojnë profesionin e avokatit në Shqipëri. Do të kalojnë do të plotësojnë një farë kushte dhe plotësojnë një kritere për të marrë të drejtën që të ushtrojnë profesionin e avokatit në Shqipëri, padyshim që do të kalojnë nga dhoma kombëtare avokatisë. Por kjo më tepër se një propagandë nuk ishte gjë tjetër, sepse ne kemi parë dhe raste të mëparshme ku ishte nën hetim apo i pandehur zoti Fredi Beleri, ku nga Greqia erdhën avokat, madje erdhën avokat edhe nga Europa, që ju bashkëngjitën disa avokatëve grek dhe kanë vizituar atë në burgun e Fierit, por nuk arritën dot që ta përfaqësonin atë përpara drejtësisë shqiptare, sepse ligji shqiptar për avokatin nuk e lejon që avokatët e huaj ta ushtrojnë profesionin e avokatit në Shqipëri. Kështu që përveç se kjo ishte një show, nuk ishte gjë tjetër dhe nuk ka asnjë lloj rëndësie nga pikpamja e procedurale për ta mbrojtur një qytetar. Gjithsesi, Erion Velia dhe kushdo tjetër s'ka asnjë lloj problemi që mund të marrë avokatu huaj, por përveç se propagandës, ata nuk mund të kryejnë dot asnjë shërbimi juridik. E them këtë sepse në Shqipëri, duke marrë parasysh faktin që shqiptarët apo institucionet shqiptare sugjestionohen nga të huajt që vinë në Shqipëri, edhe ky është një nga ato tipike atyre rasteve ku sillen disa të huaj për të provuar ose ndoshta edhe për të intimiduar institucionet shqiptare. Zoti Arben Ameta, ish zëvendës kryeministri, madje ka çështjen e tij ja kaloi një zyre avokatie, pra një studio ligjore në SBA, për t'i bërë një konsulencë dhe për t'i bërë një skanim çështjes së tij, dhe padyshim që u vërtetua dhe ata dolën në përfundimin që nuk ka shkelje, pra nuk ka vepër penale në veprimet që ka kryer ai si zëvendës kryeministër. Por SPAK-u shqiptar, prokuroria posaçme, nuk vepron me mendimet apo gjykatat shqiptare nuk veprojnë me sugjerimet që japin studios ligjore të huaja, por veprojnë në bazë të procedurave të kodit procedurës shqiptare, të kodit penal, padyshim dhe të kushtetutës. Kështu që avokatët e huaj që vinë këtu dhe do të na tregojnë që janë më të zotë nga avokatët e Shqipërisë apo shqiptar, është një çështje sa qesharake aq edhe komike. Padyshim që këtu ka kolegë, avokat shumë të mirë që jo Erion Velia, as Edi Rama apo kushdo tjetër mundet t'i marrin për të zgjidhur hallet dhe problemet e tyre që kanë me drejtësinë. Prandaj që edhe një herë miq, mos sugjestiononi nga të huajt që vinë në Shqipëri, sepse ata vinë vetëm për show dhe për të marrë padyshim dhe pagesa, sepse po bëjnë një shërbim të caktuar, janë avokatë të cilët duhet të paguhen. Kështu që kjo historia me avokatët e huaj në Shqipëri apo me ardhjen e studiove ligjore të huaja në Shqipëri duhet të marrë fund, sepse nuk kanë asnjë lloj tagri, asnjë lloj mundësie që ata të mbrojnë klientët e tyre shqiptar apo të paguar ata që i paguajnë nga Shqipëria për t'i mbrojtur përpara drejtësisë shqiptare. Rasti i fundit ishte rasti sot ku dy avokatët amerikanë nuk u lejuan që të hyjnë në seancën gjyqësore të zotit Velia, dhe padyshim kjo ishte një diçka që pritej nga të gjithë ne avokatët që e njohim si funksionon procedura në raste të tilla.